edhe realizimi i investimeve që është bërë gjatë kësaj periudhe ka patur një ndikim të drejtë për drejtë në paranalimin e problematikave nga rreshtet, pra përmbytjet. Do doja të përmendja investimin dhe punët e realizuar për hapjen dhe pastrimin e kolektorit kryesor të qytetit, që ka dhënë një impakt direkt në eliminimin e ujërave të bardha nga qyteti, si dhe një investim shumë i rëndësishëm ka qenë ai i lidhjes së kanalizimeve të ujërave të bardha nga pedonalja Kolidromeno në zonën e Ish Peserojve. Janë të dyja investimet të cilat kanë patur impakt direkt, pavarësisht të nivelit të lartë të rreshjeve, nuk kemi pasur problematika të theksuara në përmbytjet e rrugëve. Një tjetër punë me shumë vlerë ka qenë ajo parandaluesja, pra puna që është bërë më përpara për sa i përket hapjes së kanaleve kulluese. Së fundmi është përfunduar edhe hapja e kanalit kullues në harkun e Bërdicës dhe janë punë dhe investimet të cilat kanë pasur një rezultat konkret, me shpresën që rreshtet do të vinë duke u minimizuar. Besoj që e kemi kaluar si provë, pra ato investime dhe punë të realizuar nga Bashkia Shkodër kanë patur ndikim në uljen e problematikave të shkaktuara në vite nga përmbytje. Kemi patur një bashkëpunim të vazhdueshëm edhe shumë të mirë, edhe duam t'i falenderojmë si strukturat e AKMC-s, ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve, edhe ndërmarrjen e shërbimeve publike, të cilët janë gjatë gjithë natës që 2 ditë në terren për të përballuar çdo situatë problematike. Të drejtën është një ndikim dhe impakt direkt që bëhet si për banorët ashtu edhe për fermerët e zonave. Në zonën e Anës Malit dhe të Bërdicës kryesisht ka patur në vite problematika sa i përket përmbytjeve, të cilat kryesisht kanë qenë të shkaktuara edhe nga bllokimi i këtyre kanaleve të dyta dhe të treta, si dhe nga kanalet e para kulluese. Është një punë e vazhdueshme që vijon, janë pastruar në masën më të madhe, kemi akoma disa problematika dhe jemi në punë edhe në zonën e njësisë administrative Gurizi, sepse aty ka kanale të cilat ndikojnë edhe impaktojnë direkt fermerët, po punohet në vazhdim. Është një situatë e cila mund të thuhet që është nën kontroll dhe vijojmë me punën për të patur të mundur që çdo rreshje dhe çdo problematike shkaktuar nga moti të përballohet.